Një ri 31 vjeçar nga Filipinet ka zgjedhur qytetin e vogël të Leskovikut për të ndërtuar jetën e tij të re dhe për të ndihmuar familjen që ka lënë pas në vendlindje. Prej disa muajsh ai punon si kamarier dhe është bërë pjesë e komunitetit me mikpritjen që e karakterizon këtë zonë. Jam mirënjohës njerëzve këtu. Më kam pritur si të isha në shtëpinë time. Ndjehem shumë mirë dhe më pëlqen vendi, qetësia dhe ngrohtësia e njerëzve. Dua jeni punën që bëni, keni durim dhe mos e humbisni shpresën. Një ditë do të vijë momenti që të bashkoheni sërish me familjet tuaja. Përveç punës, ai është përpjekur të përshtatet edhe me kulturën dhe gjuhën e vendit. Ka mësuar disa fjalë shqip dhe nuk nguron t'i përdor me buzëqeshje, duke fituar edhe më shumë simpatinë e klientëve dhe kolegëve. Mirëmëngjes, Mbrëma, Mërdita, faleminderit. Shkaku kryesor i largimit të tij ishte përkushtimi ndaj familjes. Atë e pret bashkëshortja dhe 3 fëmijët në vendin e lindjes. Puna e tij në Shqipëri është mënyra për të siguruar një të ardhme më të mirë për ta. Historia e 31 vjeçarit Filipinas është një shembull i forcës, sakrificës dhe besimit tek puna, që përcjell një mesazh frymëzues për çdo që ndodhet larg njerëzve të dashur.